Përshëndetje të bekuarit e Perëndis. Ju përshëndes kudo që jeni. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit për ju. Ju përshëndes. Zoti është i mirë. Dhe mirësia e tij vazhdon për jetë, kështu thot fjala. Lavdi Zotit për këtë kishë të bekuar, lavdi Zotit për çdo njërin prej jush, lavdi Zotit. Faleminderit i qoftë Perëndis për këtë ditë agjërimi, dita e 7, sot mbushëm një javë që ne agjërojmë. Lavdi Zotit. Përshëndetje. Lavdia i qoftë Zotit ton. Ati që ishte, ati që është dhe ati që do të jetë përgjithmonë. Askush nuk ja heq fronin Zotit ton. Askush. Të shohim në këtë orë të ditës kush do të jetë tani live, sepse në këtë orë të ditës jo çdo njeri mund të jetë live. Edhe unë ju përshëndes. Ju jeni në përpunëra, përshëndetje Maria, mirë se erdhe Bekim, paqja dhe gëzimi i Zotit në ty, në emrin e Jezus Krishtit. Familja jote u mbusht me paqen e Perëndis, me gëzimin e Perëndis dhe Zoti hapt portat për fitore të reja, në emrin e Jezusit, në emrin e Jezus Krishtit. Zoti ton të gjallë, Zoti ton të gjithë pushtetshëm, atij qof lavdia. Lavdi, lavdi, lavdi Zotit ton. Lavdi Zotit ton të gjallë. Përshëndetje të bekuar, përshëndetje. Amen, amen, kështu le të bëhet. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Klarentina, mirë se erdhe, mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Mirë se erdhet. Ju përshëndes, Alionka, mirë se erdhi, po sa e bukur ishe bërë moj Alionka me atë fustanit. Kështu vishen këtu në Sri Lanka vishen komplet ashtu si që ishe veshur ti. Është tradicionale dhe këtu është më se normale, edhe plakat, edhe të rejat, veshin atë vetëm këtu një si top me fundin edhe një si shall sipër, kaq. Pra çdo njeri sipas traditës së këtyre dhe është shumë e bukur. Mariana, mirë se erdhe e bekuar. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe Klarentina e bekuar, mirë se erdhe. Përshëndetje të bekuar kudo që jeni, ju përshëndes nga Sri Lanka. Këtu është ora 2:30 mbas dite, edhe ne jemi këtu në një hotel ku, them të drejtën, nuk ka shumë i mirë. Është një çik rëmuj tani, po do t'ja u tregoj thjesht për kuriozitet. Nuk është fare i mirë. E kemi bërë që kërmujnë edhe, po është kaq i mbyllur, kaq për jashtë është shumë bukur. Për jashtë është bukur, ka pishin, ka të gjitha, edhe ka dhe detin aty, jo shumë larg, po branda nuk është fare bukur. Edhe e ka të krevatin, shikojnë një qik, si një kuti kështu të mbyllur, s'ka as dritare, as që, do me thënë nuk është bukur. Branda nuk është bukur fare.
Edhe unë i thash burrit tim, çfarë është ky hotel? Edhe burri më tha mua, ke lekti të paguash një më të shtrenjtë, ke lekti. Thash, jo, ore, qa më duhet mua, dal ta mbyll gojën, thash me vrap. E mbylla gojën, nuk e hapa më gojën. Edhe thash, çdo gjë është shumë mirë, le të rrim se jemi shumë mirë. Por, me të vërtet, dhomat janë kështu shumë të mbyllura, shumë edhe ka shumë lagështi brenda dhomës. Ka shumë lagështi. Dhe po sipas asaj që ne mund të paguajmë, si pas mizurës tonë, është shumë mirë. Pra, mos ta bëjmë dhe neve si ajo shpreja që kemi ne, si 10 zgjepur e bishtin për pjetë. të knaqem me aq sa kemi, edhe lavdi Zotit për këtë, edhe pra, si që shikoni, brenda nuk është shumë mirë, por për jashtë është shumë mirë. Dhe kanë thash, okay, do shikoj ato gjërat e mira, domethënë. Dhe kjo është gjendja këtu, dielli është temperatura mbi 30 gradë. Dhe këtu në ky qyteti ka shumë majmunët vinë deri tek dera aty. Ka kokosnus, ata e këputin kokonusin, edhe direkt ta sjellin këtu, se në i kryeqyteti nuk jepnin kokosnus, nuk kishte kështu turizëm, kurse këtu ka shumë turizëm. Pra, përshëndetje Diana, përshëndetje të gjithë ju që erdhët tani. Pra, këtu është botur prova fare këteja nga Instagrami, dal ta rregullojnë çika të krevatit. Dalin një çik se duke ka krevati pa rregulluari. Okej, i hoqa, i hodha ande nga nuk duken, kështu që tani mirë, se kështu i bëj punën tonë. E marr këtej, fshej këtej edhe mbaroj filmi. Ndryshe duhet të rri 100 orë të rregulloj. Kështu i hoqa, ju si shikoni, jemi në rregull, apo duket çdo gjë mirë dhe bukur. Mirë me nqesi, fjadilje, Fidaje, mirë se erdhe, Egla, mirë se erdhe. Po pra Egla, se jam mësuar me atë mentalitetin shqiptar. Bobona erdhën miqt u turprua. Edhe bobo i shikoni ju u turpruam. Thjesht i hoqa i fsheva në qik, ju si shikoni tani nuk turprohem. Se këtë cepin këte ju nuk e shikoni dot. Ju përshëndes të dashur, lavdia i qoftë Zotit, pra si që ju thash, unë ju përshëndes nga Sri Lanka, dhe temperatura këtu është mbi 30, ka shumë majmun, ka shumë zoq, ka shumë gjarprim, edhe dje vajtëm neve tek plazhi dhe 2 qenë ndiqni një gjarpër dhe luftoni me atë gjarprin, pra është një botë tjetër këtu. Por ajo që më ka faleminderit Marta, lavdi Zotit për ty. Ajo që më ka bërë përshtypje këtu është sepse nuk shikon me të vërtet motra dhe vëllezër, nuk shikon asnjë plerë në rrugë. Asnjë plastik, asnjë letër, asnjë gjë. Edhe më e forta është se nuk ka kosha plera gjithandej. Njerëzit kur hanë një gjë, kanë një qese ekstra që mbajnë ato plerat dhe i mbajnë dhe i çojnë deri atje ku janë plerat. Dhe kjo më ka mahnitur më shumë se çdo gjë tjetër. Pra, që nuk shikon asnjë lloj plere në rrugë. Është varfër, nuk është kështu modern, nuk është shik, por ajo që më ka bërë përshtypje është jashtë mase shumë pastër. Nuk ka absolutisht asnjë pler, as në rrugë, as në plazh, as në qytetin e madh në Kolombo, ku ishin njerëzit shumë të varfër, them të drejtën, por asnjë pler nuk shikoje në rrugë. Edhe kjo më pëlqen kaq shumë. Kjo më pëlqen dhe vërtet edhe neve i kemi mbajtur ato plerat në dorë, në një qese, derisa kemi gjetur një vend ku i kemi hedhur. Dhe unë mendoj që dhe kjo është një kulturë më vete. Lavdia i qoftë Zotit. Këto janë të rejat këte nga mua, pra unë jam me vajzën e madhe, me Sofian dhe me Julianin këtu në Sri Lanka, sepse ne çdo vit shkojmë me pushime me 1 nga fëmijët, jo me të 3, sepse kështu ne duam që të lidhet më shumë miqësia dhe t'i njohim më mirë. Më në fund erdhi. Faleminderit.
Këno. E shikoni. Pra, unë i thash ati çunit, më jep një kokonus, edhe a i shkovi, më tha mua hajde më shiko ku do ta këput, po tha shko të shumë këpute se s'kam e të ndjek mbrapa ty. E po iku vetë pa. I këputi erdi ma të regovi mua që i këputa të freskët, thash okej, po të bëj një foto që i këputa të freskët, edhe tani ma soli kokonusi, po pas një ore që i thashon. A i gëzuar, lavdia i qofë Zotit për këtë kish, unë vetë kam punuar 4 vjetë mësuse, linjën mor Julian, mos na i shkëput linjën mor qunë, prit një sekund tani se na i hoqi linjën Juliani. Ku është telefoni këtu? Më falni pak të shikoj sepse na shkëputet interneti. Okej, lavdi Zotit u lidh vet. Okej, u kry. Pra të dashur, sot do ta ngrejmë një dolli për mësuesit. Për të gjithë ata që ne kemi pasur mësues, për të gjithë ata që punojnë mësues. Dhe për të gjithë ata që kanë dalë në pension dhe nuk punojnë më mësues, por kanë zemrën e një mësuesi. Dhe le ta fillojmë me ta, ne agjerojmë për ta, dhe le ta fillojmë së pari me një lutje për të gjithë mësuesit. Okej? Zot, faleminderit për mësuesit. Faleminderit për këtë ditë. Faleminderit për mësuesit tanë që kemi pasur, Zot. Faleminderit për ata që janë mësues dhe janë mësues për fëmijët tanë. Dhe faleminderit, o Zot, për ata që e kanë dorëzuar stafetën dhe janë në pension ose janë diku tjetër Perëndi dhe jetojnë në një vend tjetër. Ne të falenderojmë, Zot. Të lutemi për një mbrojtje speciale për të gjithë mësuesit. Dhe të lutemi të uruar zemrën. Laj, o Zot, nga çdo trishtim, nga çdo presion, nga çdo frikë, nga çdo pasiguri, dhe të lutemi, Zot, duke filluar nga ata mësuesit e çerdhes edhe deri tek ata që japin mësime specializimi, të lutemi Perëndi për një mbrojtje dhe që të gjejnë veten në ty. Sepse vetëm kush të gjen ty, Zot, di të japi atë dashuri që vetëm ti mund ta japësh, atë shembull që vetëm ti mund ta japësh. Të lutemi për mbrojtje, Zot, dhe të lutemi për forca të reja. Në emrin tënd, Zot, le të jetë kjo ditë, një ditë reflektimi, Zot, për të gjithë mësuesit dhe mësueset. Dhe një ditë e një fillimi të ri me forca të reja për ty, Zot. Sepse ai që ka një zemër mësuesi nuk e mbaron kurrë punën e tij. Prandaj të lutemi edhe atyre që janë në pension, t'ju japësh, Zot, mundësi të japin mësime për Krishtin. Në emrin e Jezusit i bekojmë kudo që janë, të jenë të mbrojtur, të bekuar dhe me të kenë një zemër plot me gëzim. Në emrin e Jezusit. Amen. Ne kemi shumë mësues në kishën tonë dhe ju bekojmë të gjithve. Pra si që tham, dollin e parë do të ngrejmë për ju, të roni, të gëzoni, të jeni mirë, të keni mirë të gjithë, dhe Zot ju qoftë nga lavdia në lavdi. Amen. E dini ju që shumë kontrata shpirtërore lidhen gjatë ushqimit. Thjesht se më kujtua tani, shumë kontrata shpirtërore thuem fjalë dhe hahet ose pihet diçka. Ose ju japin njerëzve kur thurin një gjë të keqe, ja u japin njerëzve për ta ngrënë ose për ta pirë. Pse? Sepse kështu lidhet një kontratë shpirtërore. Ne e dim që dhe Jezusi hante dhe pinte bashk me apostujt e tij. Dhe 2 herë ai ju dha shumë njerëzve për të ngrënë dhe për të pirë. Sepse kur ti ulesh për të ngrënë dhe për të pirë me dikë, ti bën një kontratë të përjetshme. Ti bën një kontratë të përjetshme. Dhe ne sot deklaruam për mësuesit të jenë plot me paqen e Perëndis. Zoti të kujdeset që mos të mungoj asnjë gjë. Gëzimi dhe paqja ju mbush të zemrat tuaja dhe ju shoqëroft çdo ditë të jetës tuaj. Ne ju bekojmë sot, lutemi për ju gjatë gjithë ditës dhe
agjërojmë po me këtë kuptim për ju nga ora 4 deri në orën 8 në mëngjes. Shumë njerëz janë bërë pak konfuz sepse në të njëjtën kohë është agjërimi katolik, i kishës katolike, është agjërimi, është Ramazani, edhe nuk po marrin vesh se ku është vendi. Unë dua të them që kisha jon nuk po ndjek një rregull, nuk po ndjek një frymë religioze. Ne thjesht kemi ndjekur zërin e Zotit që na udhëhoqi që në këtë periudhë të agjërojmë. Edhe ti, ndoshta sepse dikush më ka shkruar, unë kam filluar agjërimin me kishën katolike, bëje atje ku ti ta ndjen zemra. Pyete Zotin dhe thuaj Zot, a jam mirë këtu? Lavdi Zotit vera, do pagzohesh se s'ben. Edhe unë do të vi së shpejti në Athinë. Lavdi Zotit. Pra, të dashur, dua të them që pyete zemrën tënde. A dëshiron të bësh thjesht një agjërim religioziteti, apo dëshiron të bësh një agjërim zemre dhe si thirrje nga Zoti? Edhe vetë ti do ta gjesh përgjigjen. Vetë ti, Zoti nuk na dënon në asnjë gjë. Ne dënojmë veten tonë. Zoti kur nuk na dënon. Ne e dënojmë me mendimet tona, nuk e di, a të bashkojmë këtu, a ta bëj këtë, dhe kështu ne i ngrejmë vetes tonë shumë pengesa. Por Zoti nuk na thërret i ngrejmë vetes tonë pengesa. Zoti na thërret i ka fshirë gjitha pengesat. Edhe prandaj mos e lejoni zemrën tuaj, mos e lejoni mendimet tuaja të ngrejnë pa di dhe t'ju vjedhin paqet. Zoti na ka bërë të lirë. Fjala thot do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Dhe e vërteta është ti je gjithmonë i lirë. Vendos të bësh agjërimin apo jo. Vendos të bashkohesh me agjërimin e hirit, si thon kisha katolike, apo vendos të bashkohesh këtu. Vendos të mos agjërosh fare. Vendos ti si Zoti të drejtojë në zemrën tënde. Asnjë, Zoti nuk të dënon. Më e shumta që mund të dënoj është zemra jote. Prandaj, merr paqe në zemrën tënde. Nëse ndjen paqe, nëse ndjen gëzim, bashkohu, nëse jo, lere. Dhe mos e lejo të ligun të flas në mendjen tënde dhe të vjedh paqen. Zoti e ka bler paqen me gjakun e tij, Zoti na ka bler lirin me paqen e tij. Prandaj, mos të lejojmë asgjë të flas kundër vullnetit të Zotit në jetën tona. Ai na ka bërë të lirë. Nëse agjeron me gëzim në zemër. Nëse nuk ke gëzim, më mirë mos e bëj fare. Se sa të dënoj zemra jote, bëre këtë, bëre atë, bëre këtë, ajo që Zoti urren është shpirti i religiozitetit. Ai vjen me kaq dredhi, sikur të mbush mendjen që ti po bën për Zotin. Ja, ti po agjeron, edhe po bën një gjë të mirë. Të dashur, Zoti nuk ka nevojë për agjërimin tonë. Zoti ka dhënë kryqin, ka dhënë Krishtin për ne. Jemi të lirë në gjakun e Krishtit Jezus. Zoti na ka bërë të lirë në gjakun, vetëm në gjakun e tij ne i meritojmë gjërat. Vetëm në gjakun e tij ne jemi të falur. Vetëm në gjakun e tij ne kemi lirinë. Kjo është e vërteta. Gjithçka që ne e bëjmë të dashur për veten tonë, të përullim mishin, dëshirat e mishit dhe të forcohemi në Zotin. Pra lavdia i qoftë Zotit për këtë ditë agjërimi, lavdi teje Zot që na i ke mbushur zemrat me gëzim, lavdi teje që je në mesin ton, faleminderit që na udhëheq, që na drejton Zot, faleminderit që je kaq i mirë Zot, kaq i mirë, sa mirësia jote na ka mbushur plot me gëzim. Faleminderit Zot për këtë fjalë tani, na mbush plot, na ngris zemrat Zot, kemi nevojë për një fjalë që na ngren zemrat. Kemi nevojë të dëgjojmë zërin tënd Zot, kemi nevojë të heshtim ne e të flasësh ti o Zot. Na mëso të heshtim Zot, na mëso të presim zërin tënd. Na mëso të dëgjojmë ty Zot, na mëso bindjen Perëndi dhe na mëso si rrëzohen muret e Jerikos. Dhe mua më vjen në mendje tani një fjalë, haleluja, që na udhëheq o Zot. Faleminderit Perëndi për drejtimin tënd. Faleminderit dhe mua më vjen në mendje tani sepse nuk e dija çfarë Zot do flas, thjesht e ndiva në zemër që duhet të dal dhe më vjen në mendje muret e Jerikos. Josueu 6
Le ta lexojmë. Jeriko ishte i mbyllur, ishte një qytet i madh. Ai ishte i mbyllur dhe i mbrojtur mirë nga frika e bijve të Izraelit. Askush nuk dilte dhe askush nuk hynte në te. Zoti i tha Josueut: "Shiko, unë të kam dhënë në dorë Jerikon, mbretin e tij dhe luftëtarët e tij të rrima. Ju të gjithë luftëtarët do të marshoni rreth qytetit, do të silleni një herë rreth tij, kështu do të bëni 6 ditë me radhë. 7 priftërit do të shkojnë përpara me arkën, me 7 bori prej bririt të dashit, por ditën e 7 do të silleni rreth qytetit 7 herë dhe priftërinj do të bien borive. Kur ata të bien pa pushim burive të dashit dhe ju të dëgjoni zërin e boris, tër populli do të bëjë një ulërim të madhe. Atëherë muret e qytetit do të shemben dhe populli do të ngjitet gjithë secili drejt përpara." Kështu Josueu biri i Nurit thiri priftërinj dhe u tha atyre: "Merreni arkën e beslidhjes dhe 7 priftërinj të mbajnë 7 bori dhe prej bririt të dashit përpara arkës së Zotit." Pastaj i tha popullit: "Shkoni përpara dhe marshoni rreth qytetit. Njerëzit e armatosur të ecin përpara arkës së Zotit." Kështu kur Josueu mbaroi, nisën të marshonin dhe u ran borive. Dhe arka e beslidhjes së Zotit i ndiqte nga pas. Njerëzit e armatosur marshtonin përpara priftërinjve që u binin borive, kurse praparoja vinte pas arkës. Gjatë marshimit priftërinjt u binin borive. Josueu kishte urdhëruar popullin duke thënë: "Mos bërtisni. Të mos dëgjohet as zëri juaj, të mos dal as një fjalë nga goja juaj, deri ditën kur do t'ju them bërtisni. Atëherë do të bërtisni." Kështu arka e Zotit u soll rreth qytetit një herë, pastaj u kthye në kamp dhe aty e kalua natën. Josueu u ngrit herët në mëngjes dhe priftërinjt morën arkën e Zotit. 7 priftërinj që mbanin 7 borit prej bririt të dashit përpara arkës së Zotit shkonin përpara dhe u binin borive. Njerëzit e armatosur marshonin para tyre, kurse praparoja vinte pas arkës së Zotit. Gjatë marshimit, priftërinjt u binin borive. Ditën e dytë marshuan vetëm një herë rreth qytetit dhe pastaj u kthyen në kamp. Kështu vepruan 6 ditë me radhë. Por ditën e 7 u ngritën herët në agim dhe marshuan rreth qytetit në të njëjtën mënyrë 7 herë. Vetëm atë ditë marshuan 7 herë rreth qytetit. Herën e 7 kur priftërinjt u ran borive, Josueu i tha popullit: "Bërtisni, sepse Zoti ju dha qytetin. Qyteti do të shfaroset, ai dhe çdo gjë që është në te. Vetëm prostituta Rehab do të shpëtoj. Ajo dhe gjithë ata që janë bashkë me të në shtëpi, sepse ajo fsheu vëzhguesit që ne kishim dërguar. Por ju keni kujdes, lidhur me atë që është caktuar të shfaroset, që të mos jeni ju vetë të mallkuar duke marrë diçka që është caktuar të shfaroset, dhe ta bëni kështu kampin e Izraelit të mallkuar duke të rrequr mbi të fatkeqësi, por i gjërth argjendi, ari, sendet prej bronzi dhe hekuri sheti shenjtë të rohet Zotit, do të hyjë në thesarin e Zotit. Dhe ditën e 7 ata kaluan 7 herë rresht dhe në fund Josueu thërristi: "Bërtisni", dhe ata bërtitën me gjithë fuqinë e tyre dhe muret e Jerikos ran. Haleluja! Wow! Të dashur motra dhe vëllezër, sa fuqi është në këto rreshta. Pra, Zoti ju dha një mision. Zoti ju tha: "Ju do të kaloni çdo ditë nga një herë rreth e qark mureve. Dhe ditën e 7 do të kaloni 7 herë. Dhe në fund kur t'ju them bërtisni, ju do të bërtisni dhe muret do të rrëzohen dhe qyteti ju përket ju." Shumë nga ne llafosim kaq shumë kur lutemi, ne shkojmë në lutje dhe nga njërë ne flasim kaq shumë, sa nuk lam kohë të dëgjojmë zërin e Zotit. Dhe shpesh Zoti na thërret të lutemi thjesht në heshtje. Të marrim thjesht një kohë heshtje, duke shkuar përpara Perëndis dhe duke ndenjur thjesht në heshtje.
Shumë njerëz thonë, dua të shkoj të lutem. Dua të shkoj të lutem, por nuk di si të lutem. E dini ju, edhe të shkosh për para Perëndis, e të thuash, Zot, unë kam ardhur këtu për para teje. Ja ku jam. Dhe të mbash në mendje atë që ti do prej Perëndis dhe një rresht biblik. Sepse, dëgjoni pak, nëse do të shikojmë edhe njërë këtë histori, ne e shikojmë që njerëzit nuk flisnin, por borit binin gjithmonë, çdo fillim dite dhe çdo fillim marshimi. Çfarë do të thotë kjo? Një mënyrë lutje, të dashur motra dhe vëllezër, është të marrësh një rresht biblik. Për lutjen që ti ke, dhe ti jesh i sigurt që për çdo lutje tënden ka një rresht biblik. Për çdo lutje tëndet, për shembull nëse ti ke frikë për familjen tënde, ke frikë për ty, sikur do të ndodhë diçka e papritur. Psalmi 144, asnjë sulm i papritur dhe asnjë britmë nuk do të dëgjohet në sheshet e tua. Pra ti e merr këtë rresht, duke thënë, menduar këtë rreshtin biblik, duke shkuar përpara Perëndis, edhe thjesht duke pritur, dhe duke menduar këtë rresht, që ky rresht, duke u medituar të shkoj në çdo qelizën tënde. Dhe pse? Sepse dhe këta Izraelit çfarë bënin? Pra borit binin çdo mëngjes, por njerëzit nuk flisnin, nuk u lejohej të flisnin. Edhe ne jemi të thirrur që të presim që Zoti të flasë. Të presim që Zoti të na japi një përgjigje. Të presim të dëgjojmë zërin e Tij. Mos të harrojmë, të dashur, nëse do të shkojmë. Nuk më kujtohet tani, tek një mbretërit më duket, tek një mbretërit më duket 19, po, ku Elia priste Zotin. Dhe ai priste që Zoti të ishte në tërmeti, ai priste që Zoti të ishte në stuhia, por Zoti ishte, shikoni tek rreshti 12 si thot, mbas tërmetit ra një zjarr, por Zoti nuk ishte në zjarr. Mbas zjarrit u dëgjua një zë si një shushuritje e ëmbël. Shpesh Zoti vjen kaq ëmbëlsisht sa ne duhet të mësojmë të heshtim komplet për të dëgjuar zërin e Zotit. Shumë nga ne thonë, kam kohë që pres zërin e Zotit të më flas. Por ndoshta Zoti ka folur, por ti nuk e ke dëgjuar, sepse zëri jot ka qenë më i lartë, ankesat e tua kanë qenë më të larta. Dhe nuk ke pasur kohë për të dëgjuar zërin e Zotit. Pra, Elia, në periudhën kur ankohej, në periudhën kur vraponte në shkretë të tir, në periudhën kur ra tërmeti, kur ra stuhia, nuk e dëgjovi zërin e Zotit. Dhe kur e dëgjovi zërin e Zotit? Kur ai heshti dhe priti. Në atë kohë, Zoti erdhi me një zë tepër të ëmbël dhe i foli Elias. Dhe Elia mori përgjigjen e tij. Por ati duhet të heshte një farë kohe. Liza, do të lutemi për djalin tënd. Pra të dashur, nga njerë na duhet thjesht të heshtim. Nga njerë na duhet thjesht të presim. Ne shpesh fillojmë gjërat me pasion, fillojmë gjërat me një zjarr në zemrën tonë, dhe fillojmë një projekt pune, fillojmë një plan pune, dhe vëm dhe ju themi gjithë njerëzve, do bëj këtë plan, do bëj këtë projekt, do ta bëj kështu, dhe nuk lëm vend që të presim vullnetin e Zotit, se kur Zoti na ka folur, ne mund t'i themi gjithë botës, por kur ne nuk marrim zërin e Zotit të parim, atëherë ajo që të ndodh, ne do të tërhiqemi dhe gjithë planet, gjithë ato që kemi deklaruar,
do të përfundojnë vetëm erë. Shumë nga ne duhet të mësojmë të heshtim. Duhet të mësojmë të heshtim edhe në lutje. Duhet të mësojmë të jemi si Elia. Duhet të mësojmë të shkojmë përpara Perëndis dhe thjesht në heshtje. E dini, ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mua. Para një 10-12 vitesh, ndoshta më shumë. Edhe unë nuk dija çfarë t'i thosha më Zotit, ja kisha thënë të gjitha. Jo se e dija fuqinë e heshtjes, nuk e dija, po thjesht se u lova shumë, i thash gjitha, s'kisha më çfarë të thosha. Dhe e dini, nga që nuk kisha më çfarë të thosha, nuk kisha më çfarë të ankohesha, nuk kisha më çfarë të qaja, nuk kisha më, edhe thjesht shtriesha në shesh, edhe vetëm deklaroj arreshtin me mendjen time. Zoti më ka bërë të lirë. Atë që Zoti e ka bërë të lirë, është me të vërtet i lirë. Dhe njerë më kujtohet që më kishte zënë gjumi në këtë pozicion dhe jam çuar në mëngjes në shesh. Sepse nuk kisha më çat flisja. Nuk kisha më si ti u e di dhe për çfarë them të drejtën. Tani më kujtua dhe për çfarë. Ka qenë një periudhë kur unë kisha marrë një supermarket italian. Dhe në këtë supermarketin italian kisha gati 10 punëtor. Dhe filloi një periudhë ku me burrin tim kishim kaq shumë konflikte për këtë supermarket. Dhe unë vura re që një nga punëtorët më vidhte. Dhe ai punëtori ishte një njeri që unë e njifja, e kisha të afërt dhe nuk mund ta nxirrja nga puna. Burri im vinte dhe gjithmonë më thoshte se janë pastruar xhamat, s'është bërë kjo, s'është bërë ajo. Dhe për mua u bë një stres kaq i madh. Kaq shumë. Sa nuk po mundesha më ta përballoja. As shpirtërisht, as fizikisht, as mendërisht. Dhe ishte kaq i thellë stresi për mua. Sa me të qarë, me agjërime, i bëra të gjitha dhe erdhi një moment ku nuk kisha më forcë për asnjë gjë. Nuk kisha më as si ti thosha Zoti, doja vetëm të çlirohesha nga ai supermarket. Dhe gjëja ishte që ne e kishim marrë me kontratë 10 vjeçare. Dhe ne kishim 4 vjet a 5 vjet që e kishim. Por unë u lodha aq shumë. Vajzat e mia, vajzën e dytë e merja me vete në punë, vajzën e madhe e çoja në kopësht, edhe motra ime vinte e merte, nuk e shikoja fare gjithë ditën. Dhe ishte një luftë kaq e madhe shpirtërore sa nuk mund ta imagjinoj dot. Nuk mund ta përshkruaj dot. Dhe erdhi një moment ku fjalët më mbaruan. Forca më mbaroi. Dhe thjesht kaloja orë të tëra duke deklaruar këtë rreshtin e duke u shtrirë në shesh sepse nuk kisha as forcë të qëndroja ulur apo në këmbë. Isha kaq shumë e lodhur nga të gjitha anët. Dhe thash Zoti e di, ti vetë thua që i njeh gjërat lutjet për çfarë të lutem. Unë nuk kam më fuqi, nuk kam më fjalë. Dhe pas disa ditësh që unë vetëm kështu, asgjë tjetër. Shkoj në punë edhe burri im nuk donte që ta shisnim. Unë doja ta shisja dyqanin dhe isha e sigurt që do gjeja njëri që ta blinte. Por burri im ishte kategorisht shitjes së dyqanit. Të këtij supermarketi unë e kisha restorant, e kisha kështu kushitej mishi, kisha salumerin, si i thon italianët, pra gjitha italiane. Dhe burri im nuk donte që ta shiste sepse atij i pëlqente shumë ushqimi italian dhe në sytë e tij ishte shumë mirë. Dhe kjo ishte një stres shumë i madh për mua. Kështu pas gjithë këtyre ditëve
vetëm heshtje për para Zotit? Unë thash, Zot, ti do të ma sjellësh Blersin. Ti do t'i bësh gjërat në një mënyrë të tillë që zemra e të gjithëve ne t'jetë e kënaqur. Që ai që do ta blej do na japi një çmim aq të mirë sa burri im të mos thotë jo. Dhe kështu unë deklaroja vetëm këtë, atë që Zoti e bën të lirë, është i lirë. Në një mënyrë që vetëm Zoti mundet. Dhe kështu, një ditë unë shkoj në punë, dhe mbrapa këtij ishte supermarketi shumë i madh me 2 kate, dhe mbrapa gjithë sallës madhe ku shiteshin gjërat, kishim një kuzhinë të vogël dhe unë kisha shkuar të laja duart. Dhe zëri i Zotit foli. Unë e dëgjoj kaq hapur në veshin tim, edhe në punë unë flisja kaq shumë pak, vetëm më të domosdoshme. Dhe kur shkoj për të larë duart, më vjen një zë, kaq i kthjellët, që më thot, shko përpara se ka ardhur Blersi i dyqanit tënd. Dhe unë dola me njerë dhe shikoj që s'kishte asnjëri përveç një burri, që ai po shikonte makarona, spaghetti. Edhe unë shikova këtej, pyesa të burrin që punonte tek ajo që pret mishin, si i thon atij që shet mishin, dhe i them, Salvo, ka njëri tjetër këtu përveç këtij? Thot ai, jo, vetëm ky është. Thash, okej. Atëherë thash, ky do jetë. Dhe unë shkoj dhe i them atij burrit. Më fal, ndoshta është budallallek që unë po të them ty këtë gjë, por një zë më tha, dhe jam i sigurt që është zëri i Zotit, sepse unë po pres një përgjigje nga Zoti, dhe ky zë më tha të them nëse dëshiron ta blesh ti këtë supermarketin. Ai më shikon dhe thot, më fal, ky supermarketi e ka famën në gjithë Kelnin. Pse e shet? Pra ky ecën shumë mirë, pse e shet? Thash, gjë, mos më kërko llogari pse e shes. Por zëri Perëndis më tha që ti do ta blesh dhe unë erdha këtu të të them nëse ti do që të blesh këtë supermarket dhe të jetë tendi. Merre sepse është për ty. Edhe ai erdhi më shikovi kështu e tha, kjo është një gjë shumë e çuditshme, sepse pikërisht sot po mendoja me gruan time, ndoshta ka ardhur koha që ne të blejmë një diçka ku të futim në punë djalin ton dhe vajzën ton. Sepse djali dhe vajza jon janë bërë shumë dembel, nuk punojnë, i kemi në shtëpi, nuk kërkojnë punë, edhe unë dhe gruaja ime jemi pikërisht duke menduar nëse ndoshta është mirë t'i futim në një punë duke hapur diçka tonë. Dhe unë i thash, shiko, kjo është e dura. Sepse ky zë që më foli është prej Perëndis. Edhe ai qeshi me të madhe dhe tha, prit, ngadal, avash. Unë kam një shef në shtëpi, kam grua, do të shkoj dhe do të kthej përgjigje. Të dashur, ai iku, jo më shumë se 2 orë. Ai kthehet me gruan e tij. Dhe të dy vinë dhe thot ai burri, unë erdha dhe mora gruan me vete që ta shikoj dhe ajo njerë atë që ti më the. Dhe kështu, ata e shikuan edhe më thanë, ditën tjetër do të kthejmë përgjigje. Unë nuk i thash as njeriu, nuk i thash as burrit tim, se thash po t'i them, nëse ai do të proklamoj diçka kundër vullnetit të Perëndis, do më prishi punë. Kështu që unë nuk thash as njeriu, as edhe njeriu. E mbajta në zemrën time dhe thash, nëse është vullneti i Zotit, ai do të vi nesër e do të më thotë do ta marr. Atëherë mund t'i them gjithë botës, po tani për tani do ta mbaj në zemrën time. Dhe unë jam një tip që nuk mbaj dot kollaj gjëra në zemrën time. Unë jam një tip që duhet të mësoj veten time të hesht. Sepse unë çdo gjë bla 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 duhet ja u them mamas të gjithëve. E megjithatë unë mësova heshtje. Kështu ditën tjetër erdhi dhe burrim, këta janë lakuriq fare, të lutem se unë jam live. Do të marrësh kompjuterin do. Ta ja po, ku e ke? Atë po dalun jashtë. Jo, po dalun jashtë. Po ke ka?
Do marr kompjuterin. Mos. Ku do punosh ti? Ja, jashtë. Okay. Vetëm që do them, unë jam nuk të këtu. Nuk do të shoh vendje shumë. Okay, super. Ha? Ambienti është ultra. Ja. Qetësia madhe. Po. Ha? Ja. Okay. Se këta janë si për plazh, edhe unë nuk dua që të turprohen këtu, unë vesha një bluzë, ja. Edhe unë në plazh jam, po jam veshur. Pra të dashur, ditën tjetër, vjen ai burri, edhe thot, dëgjo, po Antoneta, dëgjo, ne erdhëm, dhe tha nuk e dim çfarë ka ndodhur, por ne vendosëm ta marrim. Edhe kështu, pastaj unë tharras burrin tim, edhe i them kështu, dhe ata na thanë, çfarë çmimi do ta keni ju? Edhe mua më erdhi një çmim, mendova ça kishin bler, si i kishin bler, sa i kishin bler, thash, ajtja fut një kot. Edhe i thash atë çmimin. Dhe ata thanë, okay, ne do e marrim. Edhe direkt ne duam dokumentat, edhe ne i tham ne kemi bërë kontratën për 10 vjet, ju nuk ikni dot shpejt pastaj. Dhe ata thanë, s'ka problem, ne do e marrim. Edhe kështu, unë thëras burrin tim, e telefonoj, ai erdhi, po kur burri im dëgjovi për çmimin, nuk kundërshtovi me fare, na asgjë. As një fjalë. Tha, okay. Dhe kështu, unë u çlirova nga ai supermarket. U çlirova në radhë të parë zemrën time. Çlirova si më erdhi përgjigjja. Me të vërtet më erdhi vetëm kur unë heshta. Vetëm kur unë me të vërtet u dorëzova tek Zoti. Dhe unë prisja që Zoti të vinte me stuhi, të vinte me sjarr. Zoti erdhi në një qetësi absolute të dorëzimit tim. Kur unë nuk kisha më forcë. Nuk kisha forcë fizike sepse unë çohesha çdo ditë në orën 5 dhe kthehesha në shtëpi në orën 24 të natës, në orën 12 të natës. Çdo ditë. Pra më kishte mbaruar forca, më kishte mbaruar fuqia. Dhe kështu e vetmja gjë që më kishte ngelur, ti dorëzohesha Zotit. Në heshtjen time të prisja ndërhyrjen e tij. Dhe ai solli një zgjidhje qiellore për mua. Nuk ishte normale, të gjithë atyre që unë u tregova, të gjithë më thanë, nuk është e mundur. Nuk është e mundur. Po për mua Zoti e beri të mundur. E beri të mundur. Më solli ato financa që ishin aq bekim, që unë bleva shtëpinë në Vlorë, mora kreditin për shtëpinë këtu, Zoti aq shumë i hapi dyert sa unë nuk mund t'i kisha menduar bekimet që Zoti kishte. Pra, unë të inkurajoj nëse forca jote për një problem të ka mbaruar. Nëse fuqia jote të ka mbaruar. Nëse nuk di mes si të lutesh, nuk di mes si të ndërhysh, nuk ke më forcë të luftosh, beje si Elia. Beje si Elia. Hesht. Dhe prite, sepse Zoti do të vi me një përgjigje shumë mirë më të madhe se sa ti e ke menduar. Ndoshta ti thua jo, problemi im është kaq i madh sa nuk mundet. Unë dua të them, edhe Jeriku amburrej me muret e veta. Edhe Jeriku amburrej me ushtarët e vet duke thënë, kështu siç jam, asnjë izraelit nuk futet dot. Qyteti jonë është i pathyeshëm. Këtë deklaronte Jerikua. Muret e tyre të forta tregonin që ishin të pathyeshëm. Por më vonë ne mësojmë që zemrat e tyre ishin plot me frikë për Perëndin. Edhe atje ku duken muret e forta, mbrapa e din që Zoti është mbi gjithçka. Dhe që Zoti e ka një zgjidhje qiellore për çdo problem tëndin. Edhe kur të duken sikur muret janë kaq të fuqishme. Edhe kur të duket që problemi jot është i pakapërcyeshëm.
Edhe kur të duket sikur situata jote është shumë më e madhe se sa çdo gjë që ti ke kaluar deri tani dhe e pasgjithshme. Ndoshta ka ardhur koha thjesht të luftosh në botën shpirtërore. E dini, fjala thot që në botën shpirtërore lufta zhvillohet në fushë betejë është në mendjen tonë. E thënë shkoqur dhe shqip, çdo fushë betejë është në mendjen tona. Nëse ne e marrim një rresht biblik dhe e proklamojmë, e meditojmë atë gjithë ditën dhe nuk themi asnjë fjalë që kundërshton atë rresht biblik, unë jam e sigurt që angjëjt e Perëndis, të gjitha forcat që janë ngritur kundër teje, do t'i lidhin dhe do të pastrojnë territorin. Dhe ty do të vi zgjidhja. Unë jam e sigurt për këtë. Nganjëherë na duhet thjesht të heshtim. Dhe thjesht të mendojmë me shpatën e fjalës, jo me shpatën tonë. Me shpatën e fjalës dhe po e fituam betejën në mendjen tonë, Zoti nuk ka asnjë problem të sjellë një zgjidhje qiellore në çdo problem tonin toksor. Dhe Zoti është gati të sjellë zgjidhjet në jetën tënde. Zoti është gati të rrëzojë muret. Zoti është gati, por ti lejo trompetat të bien çdo ditë në jetën tënde, duke mos folur ti asnjë fjalë. Por trompetat do të thot rreshtin biblik, lexoje 100 herë me zë të lartë. Meditoje 1000 herë në ditë vetëm atë rresht. Dhe ti do ta shikosh që Zoti do t'i hap të gjitha rrugët për ty. Dhe muret e Jerikos do të bien. Dhe kur muret të bien, atëherë thirr dhe bërtit dhe jepi lavdi Zotit. Unë gjithmonë tharras. Gjithmonë kur Zoti më jep një fitore, unë tharras me gjithë fuqinë e zemrës time. Një ditë isha me maman time. Edhe kishim dalë në qytet, po një orë rresht nuk po gjenim një parkim. Edhe në atë kohë thash, Zot, për mua ti e ke një parkim. Për t'i dhënë lavdi emrit tënd. Tani, unë ndalova makinën dhe thash, tani Zot, për t'i dhënë lavdi emrit tënd, sepse unë mund të rri 5 orë vërdall dhe në fund të kthehem në shtëpi dhe mos gjej një parkim. Por jepi lavdi emrit tënd. Dhe sa i ndeza makinën, një burr doli nga parkimi, edhe unë kam thirrur me sa kisha në kokë. Jesus! Mamaja ime, më tha mua, po qarë është kjo moj se desh më ra infakt moj. Aj që u trem mamaja ime. Edhe më tha mua, qa u zëmrua mamaja ime, 2 ditë nuk më foli me goj, sepse u trem baq shumë. Edhe i thash, mama, moj thash, unë nuk zova prandaj. Jo, ti duhet të më thoshe mua. Dëgjoj mama, unë do tharras tani. Prandaj, mos ki frikë. Thash moj mama, po unë e nëcora nga gëzimi moj. Unë po thash kështu, prit tani se do tharras. Prit, 1, 2, 3. Jesus, po nuk e ka ato fuqi kur më del direkt nga shpirti. Kështu që të gjitha ata që janë në makinë me mua, se vetëm në makinë tharras. Ose do tharras edhe në për konferenca. Edhe kur tharras, tani familja ime e di që rrin gjithmonë në gatishmëri, se mos kjo ja fut një të thirrur e tani edhe po mamaja ime nuk i dinte ato punë, se tani kam mësuar dhe mamaja. Thot, ok, sa herë dal me ty të rrin çik shumë me avash, se ja fut dojnë të thirrur i ti, edhe të mos më iki zemra nga vendi. Pra të dashur, jepja lavdi Zotit. Jepja një lavdi Perëndis. Thirrni për t'i dhënë lavdi atij. Unë jam e sigurt, mblidhini këto forca për t'i dhënë lavdi atij. Dhe priteni Zotin, sepse ai do të ta sjellë një zgjidhje qiellore. Dhe nëse je lodhur me fjalë, nëse ti thua i kam provuar të gjitha, motër Alketa, i kam provuar lutjet, i kam provuar agjërimin, e kam provuar me të qarë, me të kënduar, me të gjitha i kam provuar.
atëherë provo edhe heshtje. Provo heshtjen dhe rritu në botën shpirtërore duke marrë një rresht biblik dhe duke luftuar me shpatën e frymës. Dhe priteni Zotin. Ai do të vinë në kohën e dur, në momentin e dur, dhe do t'i rrëzoj të gjitha muret e Jerikos tënde. Nuk ka asnjë mur të Jerikos që Zoti nuk mund ta rrëzoj. Nuk ka asnjë mur të Jerikos që është tepër i trashë për Zotin. Dhe Zoti do që në gjithçka të marrë lavdi ai. Vetëm ai. Vetëm ai. Prandaj të rekomandoj. Jepja gjithë lavdin Zotit, duke i thënë Zot, çfarë kisha për të bërë vetë, e bëra. Tani nuk më ngelet gjë tjetër, përveç se të hesht. Unë do të hesht, Zot. Nuk kam më çfarë të them. Dhe bëj një agjërim fjalësh, duke vërë në kontroll gojën tënde, edhe duke thënë do të deklaroj nga goja ime vetëm fjalët që duhet se s'bën t'i them. Dhe verë një kufi dhe thoj do të bëj një agjërim heshtjeje, një lutje heshtjeje. Dhe do të pres zërin e Zotit. E dini, Zoti i tha Josueut 7 ditë. Unë nuk e di nëse ti mund të rish 7 ditë duke folur vetëm më kryesore. Faktikisht unë që kur jam këtu me pushime, flas pothuajse tani që jemi live, edhe sa më pak është e mundshme. Sepse Zoti vetë ma krijovi këtë mundësi. Vajza ime me burrin tim bëjmë biseda që unë nuk kam interes për ato biseda. Dje kanë diskutuar 5 orë për 2 këngëtar, për jetën e tyre, çfarë bën ai, pse si arriti këtu, pu. Edhe thash Zot faleminderit për këtë kohë heshtje për mua. Edhe ata donin që unë të futesha në muhabetet e tyre. Dhe unë thashe, dini çfarë? Unë jam kaq e lumtur, mos mendoni se unë ndjehem sikur ju po më veçoni. Sepse vajza ime tha, më falë se ndjehem sikur të kemi veçuar. I thash, jo vajza ime. Zoti po ma krijon këtë kohë që unë të hesht. Që unë të dëgjoj Biblën, të flas me Zotin, kisha kaq shumë kohë që s'kisha folur kaq shumë me Zotin. Edhe thjesht kaloj orë të tëra duke ecur në bregun e detit, duke folur me Zotin, edhe mbrëm unë kisha ikur shumë larg, edhe burrim nga që ishte bërë pak merak, unë isha në punën time, në jetën time po me Zotin, edhe më shumë duke pa folur, më shumë thjesht duke bërë një me Zotin, edhe burrim vjen dhe më kap nga mbrapa. Dhe pak mua më rajnë fakt, na. S'thona atë që mbjell do korrësh, si që vdiq mamaja ime nga infakti pëse u thira unë. Kur erdhi ai, unë thash dhe një shumë, edhe na, desh ika. Edhe ai më tha, unë erdha të shpëtoj, jo të çoj në botën tjetër. Thash lavdi ai qof Zotit, që i duhem akoma këtu, dhe nuk më rajnë fakt. Dhe, pra, aq shumë isha zhytur në atë vetmin dhe vetëm me Zotin. Edhe dini ju se sa, kur ke kohë kështu që kalon me Zotin, kupton se për sa budalli që e ke vrarë mendjen. Kupton se sa gjëra kanë qenë të kota. Reflekton dhe thua, wow, sot, ti ke bërë vetë zgjidhjet. Pendohesh, ja vlen me të vërtet të marrësh një kohë dhe thuash Zot, do të flas vetëm atë që më duhet të flas. Vetëm atë që
e kam shumë kur më pyet dikush direkt, do t'ja kthej përgjigjen. Dhe do t'a shikosh me të vërtet. E thua, Zot, do pres përgjigjen tënde. Jam duke pritur zërin tënd. Jam duke pritur ndërhyrjen tënde. Kam nevojë për ty. Le të hesht çdo gjë në mua. Le të hesht çdo zëmrim, çdo inat, çdo debat. Si thotë Lira, nga njerë futemi në debate koti. Le ta përdorim këtë agjërim edhe duke mësuar të lutemi në heshtje, duke marrë në kontroll gojet tona, duke mos u futur në debate të kota, dhe duke lejuar Zotin të rrësoj të gjithë muret e Jerikove tona. Sepse të gjithë ne kemi Jerikot tona, të gjithë ne kemi ato që na duken kaq të fuqishme, kaq të mëdhaja, sa ne themi jemi lutur kaq shumë, kemi bërë kaq shumë, dhe asgjë s'ka ndryshuar. Le ta provojmë këtë mënyrë të re. Dhe sa e re dhe sa e vjetër njëkohësisht. E re për ne, por shumë e vjetër në Bibël. Pra, le të fillojmë këto ditë, duke filluar që sot, të flasim më të domosdoshme. Dhe të meditojmë një resht biblik, për shumë reshtin biblik të ditës. Ta meditojmë. Ose një resht që të duket ty që Zoti ta ka dhënë për jetën tënde. E dini, kur unë isha pa martuar, edhe Zoti më dha një resht, ka qenë në tren, isha në tren, edhe unë baja gjithmonë, e ka marrë dhe në Sri Lanka, Biblën me vete, pa Biblës vete asgjë kundi, dhe të dashur, e kam hapur atëre dhe më ka rënë një resht biblik që më thoshte, se mbaj më tani ku është, njerëz me 7 të lartë do të përkasin ty. Dhe i lidhur me zinxhir do të pranoj që Zoti jot është dhe Zoti ti. Dhe mua më erdhi si një zbules, kështu do t'jetë burim. Ai do t'jetë i gjatë, do t'jetë i madh, por nuk do të ketë një dashuri shumë të ngushtë me Zotin. Dhe Zoti ma tregovi sepse unë prisja burrin, t'ishte pastor, t'kishte 10 vjetë që shërbente, t'kishte qa liste kisha unë. Dhe mua mu desh ta lexoja atë resht, sikur unë nuk e kisha lexuar kur atë më parë, pa pushim 3 ditë resht, derisa e fiksova në mendjen time. Dhe unë e dija, ky do ishte burim. Dhe çdo ditë që hypja në tren, zbrisja gjatë gjithë periudhës së trenit, unë meditoja mbi këtë resht. E deklaroja këtë resht. E kur vinte ndonjë burr i shkurtër, që më ftonte për një kafe, thosha ky është kohë humbur kot, sepse Zoti ma ka treguar që do jetë shumë i madh. Njerëz me 7 të lartë. Dhe thosha s'kam kohë humbas. Sepse e kisha bërë këtë reshtin tim. Sa Zoti e bëri realitet. Pra, gjeni veten tuaj në një resht biblik. Merreni në zemrën tuaj. Për shembull, për të gjithë ata që janë ngushtë financiarisht. Ose për të gjithë ata që e shikojnë veten të mbyllur, të izoluar, dhe sikur nuk po vazhdojnë para, sikur prosperiteti i tyre është bllokuar. Shikojeni se çfarë reshti t'i japun sot. Ky resht ka qenë për mua reshti i zhbllokimit të prosperitetit. Dhe kur ka funksionuar për mua, do funksionoj edhe për ty. Dhe jo vetëm për mua, ka funksionuar për shumë persona. Merre në zemrën tënde. Dhe fjala thot tek Isaia 54, reshti 2 thot, zgjeroje vendin e çadrës tënde, dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen pa kursim.
Zgjati dhe përforco kunjat e tua, sepse do të shtrihesh në të djathtë dhe në të majt. Pasardhësit e tu do të zoturojnë kombet dhe do të popullojnë qytetet e shkretuara. Pra, unë e mora këtë resht dhe deklaroja çdo ditë. Unë i zgjeroj vendin e çadrës time, i shkul kunjat e vjetra dhe zgjeroj territorin tim. Financiarisht, materialisht, shpirtërisht, unë i heq të gjitha kunjat që kam ngulur. Çdo mendim që është bërë bllokat për mua, çdo mendim që të tjerët kanë për mua ose fjalë kanë thënë për mua, çdo kunjë që ata kanë ngulur në jetën time, në emrin e Jezus Krishtit, sipas këtij rreshti, unë i shkul dhe lejoj Perëndin për territore të reja. Dhe çdo ditë meditoja këtë, unë e zgjeroj kufijtë e çadrës time. Unë i shkul kunjat e vjetra. Dhe Zoti e ka bërë. Zoti e ka bërë. Dhe do ta bëj edhe me ty. Pra, unë besoj të dashur. Nëse ti thua që unë kam turp, unë jam gjithmonë është një ndjenjë turpi që bllokon jetën time, dhe do të çlirohesh prej saj. Medito dhe deklaro rreshtin që thot: mos u frikso, Isaia 54 rreshti 4. Mos u frikso, sepse nuk do të ngatrohesh. Mos ki turp, sepse nuk do të skuqesh. Do të harrosh madje turpin e rinisë tënde dhe nuk do ta kujtosh më çnderimin e vejërisë tënde. Pra, Zoti të ka dhënë për çdo gjë një rresht. Meditoni, deklaroni dhe zgjerojini territoret tuaja. Zgjerojini kunjat tuaja. Të dashur, duke zgjeruar territorin, do të zgjeroni zemrat tuaja, mendimet tuaja dhe kështu do ta lejoni Zotin të sjellë të pamundrën t'ja u bëjë të mundur. Pra ju ftoj në këtë sfidë të flisni të domosdoshme. Dje unë u luta, sepse shumë motra dhe vëllezër thanë që fëmia im është futur në Ramazan edhe ishin tepër të dëshpëruara, dhe unë bëra një lutje dhe thash që le të kenë një boshllak në zemër dhe le të kthehen. Dhe vajza ime më kundërshtoi për këtë. Tha, nuk është kjo një lutje e perëndishme. Dhe tha, nuk më duket e drejtë të lutesh të kenë boshllak që të vinë tek Zoti. Dhe të them të drejtën, edhe unë reflektova dhe thash, kjo është një e vërtetë. Ne nuk lutemi të kemë boshllak dhe të kthehen në Zotin, ne lutemi le t'i preki dashuria e Perëndis. Le t'i arrijë dashuria e Perëndis. Le të kërkojnë Zotin dhe le të arrijnë Zotin. Pra, ne lutemi për zgjerimin e kufive. Dhe unë lutem për zgjerimin e kufive të tu. Lutem që të arrish të kalosh një periudhë heshtje përpara Perëndis, dorëzimi, dhe ta lejosh Zotin të rrëzoj jerikot e tua, të rrëzoj muret e tua. Unë ju bekoj në një ditë të mrekullueshme. Ju bekoj me paqen dhe me gëzimin e Perëndis. Ju bekoj që zemra juaj ta gjejë mbushjen në Zotin dhe të mos harroni. Për Zotin ton, jerikot tona janë thjesht një thirrje e emrit të Tij. Thirrë emrin e Tij dhe lere Zotin të veproj. Ju bekoj dhe dëgjohemi përsëri. Mirupafshim.